Alo. Të vje skuadrë. Miroja. Hajde, Shuna, kafe. Shkande. Që është e vërteta erdhëm bashkërisht bashkë me kolegen Mirelën në kuadër të një programi mbarkombëtar, do të thoja, që kemi nderin ta fillojmë me Gjirokastrën, i cili është i përbërë nga element ndërgjegjësimi, po edhe element stërvitor dhe simulimesh, sidomos në ambiente publike, siç ishim sot në shkollën Çajupi këtu. Dhe patëm mundësinë të demonstronim një simulim, një situate zjarri, reagimin e nxënësve, reagimin e të gjitha institucioneve të përfshira në zinxhirin e emergjencës civile, që nga zjarfiksit e bashkisë, që dua t'i falenderoj këtu, ambulancat, emergjencën kombëtare, sikundër dhe Agjencinë Kombëtare të Emergjencave Civile. Dhe e kemi përgatitur këtë stërvitje për dy arsye. Arsye e parë patjetër edhe ndërgjegjësimi i gjithë nxënësve për mënyrën se si duhet reagojnë në rast të emergjencash, të krijojnë shqisa dhe veti qoftë për të informuar, qoftë për të mbrojtur njëri tjetrin, qoftë edhe për të alarmuar dhe të reaguar në kohë. Elementi i dytë ka të bëjë me ndërgjegjësimin që lidhet edhe me fillimin e sezonit turistik. Padyshim Gjirokastra është një destinacion i preferuar, presim një sezon të ngarkuar, të ngjeshur, dhe kemi nxjerrë dhe leksione nga sezonet e mëparshme, ku elementet e zjarreve kanë qenë shumë prezente. Dhe për këtë arsye do vijojmë jo vetëm me simulime dhe stërvitje, por do vijojmë edhe me element koordinimi bashkë me prefektin e Qarkut, gjithë kryetarët e bashkive të Qarkut, për të përgatitur sa më mirë dhe për të parandaluar sa më mirë. Në fakt, lajmi i ditës ka qenë rikthimi i rezervistëve në detyrë dhe nga shumë njerëz edhe është keq interpretuar. Cilat do të jenë kriteret dhe çfarë do të sjellë kjo, çfarë impakt do të sjellë kjo në ushtrinë shqiptare? Atëherë, vendimi që u mor në qeveri para 2 ditësh ka të bëjë me mundësinë që i jepet
oficerëve në rezervë, të cilët janë larguar nga forca armatosur për arsye familjare, personale apo profesionale, dhe që tashmë shprehin shumë e më shumë dëshirën që të rikthehen në forcë aktive. Ky është një vendim që ja jep këtë mundësi. Kriteret janë relativisht qarta dhe të thjeshta, nuk është se ka dhe element që vështirësojnë nga pikpamja e moshës apo e gradave. Praktikisht është një dorë e shtrirë që rezervistët të rikthehen forcë aktive dhe ç'është e vërteta kemi shumë kërkesa, nuk ka ditë kur ne nuk marrim aplikime të tilla, praktikisht në pak muaj kemi marrë 220 kërkesa të tilla, çka është një lajm i mirë besoj për forcën armatosur dhe tregon që jemi një forcë më e shëndosh, më atraktive, më tërheqëse për nga pikpamja e profesioneve që ofrojnë.